Arati prej vitesh me identitete të ndryshme pas vrasjes së gruas, momenti kur shqiptari ekstradohet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pamjet që shihni tregojnë momentin e shoqërimit të shtetasit shqiptar të arrestuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për llogari të shtetit italian. Autoritetet amerikane kanë vënë pranga Kamer Duhan-Gjiun të shpallur në kërkim ndërkombëtar nga qeveria italiane për një dënim për vrasje të ndodhur në vitin 2003. Arrestimi u krye në bashkëpunim me Departamentin e Zbatimit të Ligjit të Floridës, ku i dyshuar ishte fshehur prej vitesh, duke ju shmangur drejtësisë. Sipas autoriteteve, ai ishte dënuar me 24 vite burg për vrasje të paramenduar në rrethana rënduese, pasi akuzohej për therrjen e një gruaje të re për vite me radhë. Ai kishte jetuar në Florida nën identitet të ndryshëm.